Ministri i Punëve të Brendshme të Kroacisë, Davor Božinović, bëri thirrje për paqe dhe bashkëpunim në rajonin e Ballkanit Perëndimor pas akuzave të presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, se Kroacia, Shqipëria dhe Kosova kanë krijuar një aleancë ushtarake kundër popullit serb. Kroacia është anëtare e Bashkimit Evropian dhe gjithçka që bën në marrëdhënie ndërkombëtare e bën në mënyrë transparente, theksoi Božinović. Pas pjesëmarrjes në pritjen tradicionale festive të organizuar nga Këshilli Kombëtar Serb për të festuar Krishtlindjet sipas kalendarit julian, Božinović tha se mesazhet për paqe dhe bashkëpunim janë diçka që duhet jetë e përbashkët në rajon dhe në vendet fqinje. Ditë më parë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić gjatë vizitës në Trebinje, në entitetin bosnjak të Republikës Srpska, kishte thënë se Kroacia, Shqipëria dhe Kosova nuk kishin krijuar një aleancë kundër Austrisë, sepse Austria është ushtarakisht neutrale, por kundër Serbisë dhe popullit serb. Në Beograd e kuptojmë mirë aleancën e re ushtarake të krijuar midis Zagrebit, Prishtinës dhe Tiranës, deklaroi Vučić. Ministrat e mbrojtjes së Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë nënshkruan në mars të vitit 2025 një deklaratë për forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes. Atë botë Serbia reagoi ashpër, duke e parë si një nisëm kundër saj. Më herët qeveria e Kroacisë kishte thënë për Relin se deklarata nuk synon krijimin e një aleance ushtarake dhe një aleancë e tillë nuk është e nevojshme përveç NATO-s. Kroacia dhe Shqipëria janë anëtare të NATO-s, ndërsa Kosova, të cilën Serbia nuk e njeh si të pavarur, nuk është anëtare e aleancës ushtarake perëndimore. Reagimi i ministrit kroat vjen një ditë pasi ministrja në detyrë e punëve të jashtme dhe diasporës e Kosovës, Donika Gërvalla, reagoi ndaj paralajmërimit se Serbia do të dyfishojë ushtrinë, duke akuzuar Beogradin se po shtyn përpara politikën e jashtme ruse. Sipas Gërvallës, kërcënimi i vërtet qëndronte lidershipi i saj, i cili në vend se të ndërtojë një vend normal europian, të përqendruar në reformat e BE-s dhe demokraci, ëndërron një perandori rajonale, një mentalitet rus në miniaturë.